kam përshtypjen që ndjen më lehtë kur e din që u ka bërë shqiptari se kështu kur u a bën Zoti apo kur u a bën ndonjë Maqedon. Edhe tashti në tërë këtë normalisht që aty nuk mund t'ja zë për të keqe Vučićit pse ka shpall një ditëzi. Mirë po unë e di një gjatë që ata ndjehen si një popull, Maqedonasit edhe Sërbët, aty nuk ka ndonjë... Sot ndjehen si një popull. Posaçërisht, këta që vetveten tani e quajnë Maqedonas, këta me vërtet në Serbinë ndjejnë Sërbët ndjehen si popull më të afërt, popull i vëlla, bile edhe ndjehen sigurt vetëm kur e kanë atë vllazni, kur ju funksionon ajo vllazni, edhe ndjehen të mbrojtur nga Sërbët. Sërbët normalisht edhe, tash nuk flas për popullin, flas për elitat, domethënë, edhe ata edhe ndjehen si mbrojtës të Maqedonasve. Atë rol ata ja japin vetvetes, sepse ka qenë kështu edhe në kohën e Jugosllavisë. Beogradi ishte ajo, Beogradi ishte ai që edhe gjuhën u caktoi, Beogradi ishte ai që i caktonte edhe cilët do t'i kenë akademik, edhe cilët do t'i kenë shqiptarë, dhe normalisht ajo tashti vazhdon e njëjta mendësi tashti edhe në Maqedonia dhe mbijeton me këtë mendësi, që ne i kemi Sërbët, ata janë mbrojtësit tanë, ata janë vëllezërit tanë, fatkeqësia jonë janë shqiptarët edhe bullgarët. Që ne duhet të kemi pjesë, ose do të gjejmë zgjidhje që ata të mos i kemi pjesë së shtetit tonë. Mos të kemi punë me ata.